Urdhërin për ndërprerjen e punimeve në korridorin 8 si dhe planet për bllokimin e plot të këtij projekti dhe devijimin e të njëjtit e ka dhënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa e ka realizuar qeveria e Hristijan Mickoskit, që në 6 muajt e parë të ardhjes në pushtet thuhet në reagimin e ASH-së Zjadin Selës. Sipas Selës, këtë e ka konfirmuar personalisht Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Serbisë Goran Vesić, duke shpërndarë një deklaratë zyrtare të transmetuar nga Agjencia Bullgare e Lajmeve GNES në tetor të 2024. Sela thot se për këtë skenar kanë alarmuar që nga 10 marsi, por sipas tyre posedojnë informacione të sigurta se pas Strugës do të izolohet dhe rajoni i Pollogut dhe Kërçovës dhe prioritet do t'i jepet ndërtimit të një autostrade Manastir-Ohër, me çka korridori 8 devijohet dhe lidhet me korridorin 10, ndërsa Serbia bëhet përfundimisht epiqendër dhe bllokon lidhjen e vendit ton me perëndimin. Ju bëjmë thirrje partive të koalicionit Blen që të mos heshtin dhe relativizojnë në planet e Vučićit kundër shqiptarëve, të mos defokusojnë me akuzat të politikës ditore, por urgjentisht të bllokojnë këto projekte o gurzeza të botës sërbe ose të paktën të distancohen nga kjo qeveri, thuhet në reagimin e partisë së Selës. Korridori 8 do të kalojë nga Struga, u shpreh mbrëmi prerë kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami gjatë një interviste për Alsat. Duhet të bëjmë distinkcion të qartë në mes zgjidhjes teknike dhe projektit, si interes strategjik i vendit që lidh disa vende të NATO-s dhe BE-s, është shprehur Kasami, duke potencuar se korridori 8 është ndër korridoret më të rëndësishme të vendeve paneuropiane, pjesë të cilit do të jetë edhe Maqedonia e Veriut. Është çështje të cilën na e ka lënë si problem qeveria paraprake, se korridori 8 nuk do të kalojë ka Struga, nuk e ka thënë as kryeministri. Ky korridor lidh shqiptarët e Maqedonisë me ata të Shqipërisë, por përshkak kësaj, ky është projekt i rëndësishëm edhe për Maqedoninë e Veriut. Sa është i rëndësishëm për shqiptarët dhe Shqipërinë, aq i rëndësishëm është edhe për Maqedoninë, tha mes tjerash Kasami. Në ndërkohë, ministri për transport dhe lidhje Aleksandar Nikolovski deklaroi se nuk mund të rrezikohet përjashtimi nga UNESCO për shkak të lëshimeve të bëra në projekcionet gjatë kohës së qeverisë së mëparshme. Krahas për korridorin 8 ka patur edhe 7 rekomandime tjera nga UNESCO për Maqedoninë. Bëhet fjalë për shkelje të evidentuara në rajonin e Ohrit me ndërtime të egra të jashtëligjshme në zonat e mbrojtura.